Nëse keni kaluar moshën 40 vjeç, hani ullin çdo ditë dhe do trajtoni këto probleme shëndetësore. Ullintë klasifikohen në fruta me bërtham të njëjtës familje botanike, ku bën pjesë qershit dhe pjeshkët. Ullintë i jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zi, kur ato janë pjekur plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen të pasura me acide yndyrore të shëndetshme, që ndikojnë në dukshëm në organizmin tuaj dhe gjithashtu përmirësojnë edhe mirëqenien. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të ullinjve në vaktet tuaja ditore. Shtimi i ullinjve në dietën tuaj ditore do të luajë një rol të mirë edhe për shëndetin tuaj të kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës tuaj kockore, ndaj edhe konsumi i ullinjve është shumë i pasur edhe i rekomanduar për të pasur kocka të forta dhe më të shëndetshme. Ekspertët i cilësojnë ullinjë si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese edhe në shëndetin tuaj. Ullinjtë do të ndihmojnë gjithashtu në uljen e problemeve të kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve do të ulin kolesterolin e keq dhe do të rrisin edhe kolesterolin e mirë. Ato do të largojnë gjithashtu edhe problemet e dhimbjeve. Studimet kanë treguar se ullinjtë ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit, gjithashtu edhe të dhimbjes, duke i dhënë kështu shëndetit tuaj më shumë përfitime dhe duke evituar kështu komplikacionet e tyre. Shtimi i ullinjve në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë fantastik ushqyes për shëndetin dhe do të lehtësojë komplikacionet e tyre. Ullinjtë janë gjithashtu të mirë edhe të pasur me bakterie të mira për stomakun. Ullinjtë përmbajnë gjithashtu edhe Lactobacillus, që një nga bakteriet më të mira për stomakun. Sa më shumë bakterie të mira të keni në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të keni në stomakun tuaj. Gjithashtu, ullinjtë janë efikas edhe për shëndetin e lëkurës dhe mund të mbajnë larg problemet e rrullave. Ullinjtë përmbajnë gjithashtu acidin oleik që e mban lëkurën të butë edhe më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve çdo ditë do të përmirësojë edhe paraqitjen e lëkurës dhe do të parandalojë gjithashtu edhe rrullat me të paktën 20%. Por, shtimi i tyre në dietën tuaj mund të ulë riskun e diabetit dhe atë të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyrna mono të pangopura, të cilat do të ulin në riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Kjo e mirë vjen nëse konsumojnë ushqimet me yndyrë dhe zgjidhni ullirin dhe nën produktet e tij si një prej produkteve më të mira ushqyese në ndihmën e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi i ullinjve në vaktet tuaja ditore do të ulin gjithashtu problemet e oreksit të tepërt. Ullinjtë përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet të cilat janë përgjegjëse gjithashtu edhe për shëndetin e trurit, të cilët do t'japin informacione kur jeni të ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar sa më shpesh të jetë mundur brenda sasive të rekomanduara. Kështu vlerat e tij në organizëm do të jenë të menjëhershme, të fuqishme dhe do të parandaloni gjithashtu një sër efektesh anësore të tyre. Ullinjtë janë shumë të mirë për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të rëndësishme të dietave të tij ditore. Këto fruta jo vetëm që janë të shijshme, por përmbajnë gjithashtu edhe element të dobishëm shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja shëndetësore. Ullinjtë janë një përzgjedhje shumë e mirë, por kush duhet i konsumojë ato në mënyrë të rregullt në dietën ditore? Ullinjtë do të ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Kur ju konsumoni ullinjë do të merrni sasinë më të madhe të fibrave dhe lipideve të nevojshme këto për shëndetin dhe për organizmin tuaj. Gjithashtu ullinjtë përmbajnë substanca të cilat bëjnë djegjen e kalorive të tepërta, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i ullinjve në dietën tuaj do të mbrojë shëndetin e zemrës. Acidi kryesor yndyror i cili gjendet te ullinjtë është acidi oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij dhe për aftësinë
për të zvogëluar kolesterolin dhe në përgjithësi për të parandaluar edhe sëmundjet e zemrës. Do të keni një sistem imunologjik më të fortë me konsumin e ullinjve. Ullinjtë të përmbajnë antioksidant, përkatësisht polifenole. Këto substanca do të ofrojnë mbrojtjen e organizmit kundër radikaleve të lira, të cilat dihet se shkaktojnë gjithashtu edhe infeksione virale. Do të jeni më pak të riskuar nga disa lloje të radikaleve të lira në shëndetin tuaj. Ullinjtë, përpos se bëjnë një mbrojtje të organizmit nga infeksione dhe sëmundje të tjera, është të vërejtur gjithashtu se ato do të mbrojnë edhe membranat e qelizave tuaja kundër këtyre komplikacioneve. Ndërsa shtimi i këtij fruti në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin e përgjithshëm. Do të keni një memorie më të mirë me konsumin e ullinjve në menunët tuaj ditore. Polifenolet njihen për ndikimin e tyre në mbrojtjen e qelizave të trurit, me çrast ato mund të sjellin përfitime të mira ushqyese për ju dhe për të parandaluar kështu komplikacionet e njëpasnjëshme. Shtimi i ullinjve në vaktet tuaja ditore do të ndikojë te procesi i përmirësimit të memorjes. Një uluntim i departamentit të neurologjisë është të vërtetuar se polifenolet e gjetura te ullinjtë ndihmojnë shumë në përmirësimin e proceseve neurale, neurodegenerative dhe çrregullimeve psikike. Do të keni një lëkurë më të bukur me shtimin e ullinjve në vaktet tuaja ditore. Ullinjtë përmbajnë acidin oleik dhe vitaminën E. Të dyja këto kanë element të nevojshëm për një lëkurë të shëndetshme. Vitamina E ka funksion antioksidues, e cila e mbron lëkurën nga radikalet e lira, të cilat shkaktojnë dëmet e saj dhe mund të përkeçojnë shëndetin. Shtimi i ullinjve në dietën tuaj mund të përmirësojë dukjen e lëkurës suaj dhe të parandalojë kështu komplikacionet. Në përgjithësi, nëse doni të keni një shëndet më të mirë dhe një organizëm më të fuqishëm, shtimi i ullinjve në përditshmërinë e dietës suaj do të luajë një rol fantastik për shëndetin dhe do të mbajë larg komplikacionet. Ekspertët i cilësojnë ullinjtë si një nga frutat më të rëndësishëm për shëndetin tuaj. Ndaj, edhe konsumi i tyre brenda normës së rekomanduar, sipas ekspertëve të Healthline, është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni trupit. Deri më tani, me siguri keni dëgjuar për përfitimet e shumta shëndetësore që lidhen edhe me dietën mesdhetare. Është të vërtetuar se ato ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve në trup dhe përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj në tërësi. Shtimi i ullinjve në dietën tuaj ditore do të jetë një mënyrë fantastike për të rinisur ditën dhe për të evituar kështu komplikacionet që i kanosen çdo ditë më shumë organizmit tuaj në tërësi. Kjo dietë me ullinjë të shtuar në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni trupit dhe të parandaloni edhe komplikacionet e tyre. Pavarësisht nëse i doni ose nëse i urreni, ullinjtë janë të pasura me përbërës të mirë shëndetësor. Për këtë arsye janë shtylla kurrizore e shumë dietave të shëndetshme. Prandaj konsumi i ullinjve në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol fantastik ushqyes për shëndetin dhe rigjenerimin e tij. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e tyre, mos nguroni t'i keni pjesë të dietave tuaja ullinjtë e freskët, kështu ndikimet e tyre për shëndetin do të jenë gjithashtu edhe të gjithanshëm. Ullinjtë mund të ofrojnë shumë vlera. Marrja e lartë e yndyrnave shëndetësore të cilat gjenden te ullinjtë mund të përmirësojnë gjithashtu edhe organizmin tuaj. Ndaj, konsumi i tyre brenda rekomandimeve të duhura ditore mund të jetë gjëja më e mirë për trupin. Ullinjtë mund të përmirësojnë shëndetin e trurit. Një nga përfitimet kryesore që do të merrni nga ullinjtë është marrja e acideve yndyrore të shëndetshme, të cilat mund të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe të evitojnë kështu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i ullinjve në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një faktor ndikues pozitiv për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, edhe vlerat e ullinjve në dietën tuaj do të jenë gjëja më e mirë ushqyese që mund të ofroni. Ullinjtë përmbajnë gjithashtu substanca të mira ushqyese, të cilat mbajnë larg problemet të shëndetit dhe nxisin të keni një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe më pak probleme. Ekspertët thonë se ullinjtë janë të rëndësishëm për dietën tuaj.
Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.